Qyteti i Shkodrës është i mbushur me thesare, disa të krijuara nga natyra e të tjerat nga dora e njeriut. Për krimin e një thesari të tillë duhet një durim i jashtëzakonshëm, po ashtu edhe vullnet. Lum kujt ja ka falur Zoti. Këtu nuk ndodhemi as pak në ndonjë muze etnografik si institucion shtetëror, por në ambientet e Bar Livadit në Shkodër. Pranë rreth rrotullimit të shkolla pyjore. Dimër ver aty gjen gjithmonë klient. Ajo që tërheq së pari është ky vend i jashtëzakonshëm për të cilin është kujdesur në çdo detaj pronari i tij Valentin Livadi. Nuk është pasion i lindur kohët e fundit, por i trashëguar nga familjarët. Brezat e mëpërparshëm, ku gjërave të vjetra, identifikuese të kulturës dhe traditës shqiptare, i jepet një rëndësi e madhe. Shumë kënaqësi ardhja këtu, mua në momentin e parë që erdha më duk krejt ndryshe nga çdo lokal tjetër që kam shkuar. Më duk si njëherë si një muze, pastaj si shtëpia e gjyshit e gjyshes, të cilët grumbullojnë gjithmonë gjëra. Nuk e di nëse ju e frekuentoni apo jo. E frekuentojmë rregullisht, sigurisht jo për ditë. Ky ka një klientelë që pak kush e ka në Shkodër, sepse ka një shërbim shumë kulturor. Ka një ambient ku na bën nostalgjik sepse ka të ekspozuara të gjitha mjetet e trashëgimisë kulturore që në shekuj ka në përdorur malësorit, të gjitha veglat e punës, veglat muzikore, veshjet e ndryshme, materiale për përpunimin e qumshtit, për përpunimin e rakisë, të në llojet e materialeve jetësore për kohën e kaluar. Që sot nuk i gjej më dhe i ka grumbulluar me detaje çdo gjë. Pa shkuntuz, kur kunçakun e shkollës nuk gjen një materiale të ekspozuara si këto. Tamam një muze Bile më kujton muzeun e Shtjefën i Vezaj. Pra në thashu, pa shkuntuz nuk i se kërkon. Po, me të vërtet, pa shkuntuz. Njëre se dhe ai është një konkurrent shumë i parë. Po mes Shkodrës, gjesh kaq shumë objekte se kemi parë, disa subjekte që janë edhe me emër në qytetin e Shkodrës nuk i kanë në këtë mas. Disa këtu në çdo cep, në çdo mur ka një objekt. Që janë përdorur në kohë të kaluara, Një muze të tillë jemi mësuar ta shohim në Tuzë, në banesën e abdetarit Shtjefën i Vezaj. Dhe ja tashmë edhe në Shkodër kemi një pasuri të tillë të paçmuar. Kemi dalë nga një realitet i botës jashtë dhe na ke zhytur, na ke çuar 100 vjet, 200 vjet mbrapa. Kjo ndjesi nuk na largohet për aq kohë sa që ndrojmë këtu. Mua më bën shumë përshtypje që një individ të grumbullojë kaq shumë gjëra. Është një thesar i vërtet këtu. Flasim pak ku lindi ideja për të nisur këtë krijim të kësaj arkive kaq të madhe. Ideja se flokun atë ndukazin ku bashkun e sasanesh. Pra e kishim thojza, vest. Në fakt konsiderohet traditë. E kishin ata traditë që të grumbullonin gjëra të vjetra dhe ti i gjete një pjesë që i kishin grumbulluar ata apo e shtove më shumë apo jo? Po atu i shtuat i ble anë në pukën, trapoje në shole, ku të mund. Pra ke dalë shumë ke udhëtu për ta kriju këtë gjë. Jo morë vot. Se lua biznes me bashkuan e sa. E kuptoj. Por nuk është e lehtë, ëh? Do të thënë se disa mund t'i kesh gjetur edhe në gjendje të mjerueshme, jo në balte, jo i kanë hedhur te cepje. Jo, apo jo në shtëpi den. A patë vështirësi për t'i gjetur njerëzit i jepnin kollaj apo? Shtati ku morën ashtu tu i bleja heran në reknen ashtu si komut. Nuk ka qenë as pak e lehtë grumbullimi i kaq shumë objekteve etnografike. Të paktën janë njerëzit që i kanë ruajtur dhe u kanë ditur vlerën. Tranzicioni shkatërroi shumë gjëra, por me sa duket pasioni të krijon edhe intuitën se ku duhet të kërkosh dhe të gjesh diçka që ka histori, ka vlerë. Kur futesh këtu, fillon biseda tani dhe kapet pas një djepi, pas një kurthi. Më varet se me kepi një kafe, se shumë e rrimë dhe vetëm, po kuptohet që kur rrimë me do intelektual, me do si punojnë akoma sot në malësi ose kanë punuar dalë në pension, i kujtojmë me nostalgjik, sepse kur këna punuar për malësi, ne kur këna shku nga bujaria madhe që kanë ata malësorit po quj dukazina se ku ka malë. Na kanë servir të gjithçka me këtë lloj mjetësh si ka kësët. Është vërtet. Tani si ka mundësi se me mosh mua më duhet i ri ai që të ketë gjithë të pasuri këtu. Se unë
Unë gati e quajnë thonjë, Zasi Thesari Conte Monte Cristos. Po si ka mundësia qëria i që kaq pasion e madhe ka, se nuk gjejmë sot të rinj që mbledhin këto gjëra. Rrien nga një familje me rënjë thella si Qetina në Shkam. Është një familje emër madhe, familja Det Perels dhe Koj Perels Planit, dhe më të mëdhatën duke qenë, ata janë kështu për si bujq, si plektor, si mikpris, si bugdhan, fjalë pak e punë shumë. Edhe ky gen tashti ka përfshi dhe këte. Në geni që të rashkon kë nga familja ti, edhe e ka ta shkukën. Pra ka të shëgu dhe ka marrë frymëzimin nga familja. Frymëzimin nga familja, që e ka një familje në më të mirat jo vetë në plan, po edhe në krejt duke. Krenar për punën e të birit ndjet edhe i ati Valentinit. Ai ka parë te i biri vijimsinë e punës që kanë bërë edhe të parët e tij. Ai ka ardhur për pak kohë te i biri me banim në Shkodër, por kullën e tij në pult nuk do e ndërronte me asnjë tjetër. Pra nëse ne shkojmë te shtëpia jote, ti e ke kullën këmbë, ti pret miq, si në kohë vjetra, gjërat nuk kanë ndryshuar, dhe pse s'është rruga. Banorët kanë rënë një pjesë në Shkodër. Rruga makinë deri te shtëpia. A, të shon deri te shtëpia jote. E kulla jote është e fortë. Po kam përshtypjen që do të jetë edhe e bukur kulla jote. A është e bukur? Shumë e bukur bile. A ke nga këto objektet vjetra, se këtë djalin tënd Valentinin? Po na kena pas vjetra, po i kena si batau tash kanë dalë të reja te vjetra e bën batau vjetrën. Po Samir, ti kur ishe vetë në moshën e Valentinit, i ruaje gjërat? I varja t'jen murë, qa kishe në shpi? Po i varshën të njërë të të borë në fitna së mbeturina jonë një të se. Njerëzit kështu, po, i duan moderne sot, po jo, ka ndryshuar mendimin, duan prap të gjëra. Nëse dikur familja dispononte një sasi të vogël objektesh, Valentini e ka shumë fishuar atë arsenal. Po ka bë shumë ky tani, ka bë shumë gjëra. Po mirë bëshë që si ka bo. A, kështu thotë. Me njerëz vetë i ka bo. Bravo. A kanë vlerë gjitha këto gjëra? Kanë, gjitha ka kohëneve. Pse kanë vlerë? Kanë vlerë se ka respekt kushin e kur, dhe lejtë, shehej, i shehej, pinë, i duket se i bohet qifjet të tëna. Po, kur futesh shtu, a duket vetja si në kod vjetra, atje në plan, se shë këto objekte dhe të kujtohen vitet. Por i harroj tash se shoh përmirësua me jetën e kohën e të të në ditë janë ndryshim. Ndryshe nga çdo bar tjetër, ku ti hyn dhe mediton, qëndron në heshtje duke parë nga rruga, këtu ndodh krejt e kundërta. Hyn këtu dhe të lind kurreshtja, dëshiron të dish përdorimin e objekteve, të dëgjosh në një histori për to. Për shembull, kush të bën përshtypje ke qef kur e shikon? Sa herë që vjen? Janë kurth ndryshme. Kurthe? Kurth, për të zënë dera. Zënë baktit e egra. Janë këmbë. Po kurthe, ato po përmendet fare atë? I ke përdorur veç që mi përmende? Po jam kanë në shkollën e propunës që marrë me... Si marrë me këtë, po ke dëgjuar si duket shumë për ta. Ka mjetet ndryshme qumshtit, për punimin e qumshtit, që sot në të limë, kumujt ndryshëm, kumull për me majt venin, me majt... Që sot nuk përdoren majt, po që janë përdorën atë ka, Nuk përdoren fare, ke kumbohen nga më të ndryshmet që kanë përdorë për baktit, ke kuzhinet nga më të ndryshmet, me atyre nërtimit, për fëmijët, rritjen e fëmijëve, djepet, të ndryshme. E shoh që ke fotografi në tavolinë, bile poshtë xhamit kishte para, duket sikur nuk do ta paguash kafe, po të vish këtu, se ke dhe kusurin tavolinë. Kom lënë lek gati me marrë kur di. Me i marrë kur du, pra këtu pijet kafe, merr edhe lekët me vete. Habiten njerëzit kur vinë këtu? A kanë kënaqësi kur vinë? Knaqen kur vinë turistat huaj nështë të si shohen. Më shumë janë vizitorë të huaj, turistë që ndalen, apo janë edhe të shkopës? Më shumë janë edhe turistë, nështë të si vinë e shumë, vinë me po kofe e shumë. Për shamu ke pore në piu kofe, hinë me nuk nësë. Ma të kohë s'ka pas hitë qifte lija se huta, në shpikë mos parit la huta. Janë artu i zhvillu robnia, plesk
kryesisht kanë kalu kohë. Për në mramjet kur janë bashkuar në shtëpitë vet. E kanë kalu kohë, kanë kënuar këngë njësë vjetra, si sot. A janë knu te kulla juj, këngë Po, vjetra me janë lahut? kënuar, po. Kush I ka ra lahutës? Po, I kushej, por ka dek tash 50 vjet. Po, roshin, edhe vinë tu I mëstu se shahet tjetër. A grumbulloheshin atëherë gjithë në kullë? O, tonë grafi, e gjithë E si rinin këm kryq aty të ota? Në duke se jena Shkodër. Se bëj feste madhe, keni prit shumë miq atëherë. Po shumë pra. Mjafton të vish një herë këtu dhe do duash të kthehesh sërish. Mundona me gjithë qetë, mundona me gjithë një farë shërbimi, mundona me gjithë edhe farë respekti se edhe në kur dënë me pi kafe, edhe respektojmë lokalin, po s'na respektoj edhe pronari ose punëtori lokalit, ne jena jo mirë, po kjo vali kena gjithë shtetje. Kjo është ma shumë një lokal popullor, se sa një lokal filimtrurës edhe për këte. Kjo ka një veti njerëzore dhe ka jo për një po ka për gjithë. Vjen keq shka I herë sa më vjen mirë, kur ka njerëz shumë që nga të rohen në përkam, sepse këtu mushët zakonisht. A plotë? Plot. Po çfarë gjej njerëzit e ky vendi? Ma shpjego, di aty për vete, çfarë kënaqësi e ke? Unë qosë raki, gota raki, pak të në di se kja është një raki e dalën nga gazani. Qosë të me pi një kafe e kjetë sigur që është e bame me kujdes. Qosë të me pi dikush një gota raki, ta bjeni diçka ta shoshën vetë me diçka pa pare. Pa pare ta bjeni diçka. Sa një njeri nuk mund pinë ma shumë se një gota raki e pinë me njatë. E kuptoj. Në si shërbimi, se ky shërbimi është diçka tjetër, ta bjen goshishën e ujtë dhe thota ta bje tjetër më të freskë. Ba një shërbim njerëzor, nuk është thjesht një shërbim lokali, si dikush nuk mund ta bajnë kështu. Nuk bën me ba se ka interesin veç me kalu ditë. Valentinin e pak më përpara përmend të thjesht një kafe që ti mund të vish këtu dhe të pushosh, por edhe mund të shijosh. Një meze të vogël e krijuar në çast nga kuzhina. Po sa shpejt e bët, mori një fjalë tham ne dhe në sekonda ishte këtu. Pra ne mund të referojmë ato pije që vijnë kam përshtypjen nga pulti ne. Ka pulti. Ska që blerë në Shkodër. Pra këtu është një mini ambasadë e vogël e pulti. Ragia vjen nga pulti. Shërupi I frutave vjen nga pulti. Vera? Nga pulti. Por edhe këto prodhime bie që janë këtu, vijnë nga pulti. Prandaj një meze e këndshme e shpejt në çast mund të shoqërojë shumë mirë bisedat tona dhe atë çfarë duan klientët këtu. Dakor? Kështu që unë të përgëzoj për këtë gjë, gjërat freskëta, aroma e tyre shumë e mirë, gjërat bio që kanë për qenë. Dhe këtu qëndron gjithë lezeti se përse duhet të vinë këtu bar Livalli. Po ato mos bazon vetëm te bari, se këtu është edhe një mini restorant do e quajmë, prandaj jo pa qëllim, vendosen në pjata këtu pra bar restorant Livalli. E gjeni tek rreth të rrotullimit te shkolla pyjore. Gjendet shumë këta epikaset me njëherë, sepse janë këto gjëra tradicionale që duken se largur dhe ju mund të dalloni shokullaj. Një të pyesin gjithë e njohin Valentinin, pra te rreth të rrotullimit pranë shkollës pyjore në qytetin e Shkodrës. Ka vend parkimi, mund të vini fare lehtë, të qëndroni sa kohë të doni. Bile jam shumë e sigurt se do shohim, do rinë 2 orë të shkojmë vetëm atë krahun andej. Do ikim, do vim 2 orë të tjera për parë të krahun te. Ja ka shumë objekte të cilat duhen vëzhguar dhe parë gjëra specifike, sidomos historike të tyre. Të nuk shënduar, se do të thonë një. Ky ambient që krijohet do guxim të madh. Fryma përgjithsisht e shoqërisë son nuk është edhe aq motivuese. Zakonisht I jepet rëndësi anës komerciale dhe jo kënaqësisë, pasionit. Valentin ma shumë kanë qenë nga ata që të kanë thënë ç'të duhet, apo kishte më shumë nga ata bravo qoftë? Ma shumë koha se më kanë thënë brallat qoftë, ku I ke zjetë, si I ke ble. Kur janë bërë shumë, dhe që I ke vendosë gjitha. Po, kur I kom vendosë, nështë. Sa objekte ke bërë ndonjëherë inventar të tyre, sa copë ke? Ashtu kom shumë, se kom do I kom vend pa shku. Janë vetëm këtu apo ke edhe të tjera? Kom Ke edhe edhe arka të tjera. tjera? Ke edhe të tjera? Po. Që ty të duhet thjesht një ambient pak më I madh për t'i vendosur. Disa mund të mendojnë se në fund të fundit është pronë private dhe kufizohet vetëm tek një individ, por gaboheni. Nëse këtë përpjekje për të krijuar një muze etnografike ka bërë një individ I vetëm me forcën e tij, nga kjo vlerë mund të përfitojnë të gjithë. Kontakti me etnografinë është I drejt për drejt. Brenda një ambienti mëson
për shumë fusha të jetës, shekuj më parë. Për vizitorët, ky është një oazë informimi dhe shijimi mbi kulturën e pjesës veriore të Shqipërisë. Mjaft njerëz i kanë hedhur këto objekte dhe më pas janë penduar, por ja, mjafton të ndalemi këtu dhe të mësojmë shumë mbi natyrën e jetesës së popullit tonë. Pse ka vlerë për Shkodrën ky ambient? Vlerë për Shkodrën ka për ata që e din që është trashëgimia kulturore, sepse rinia sot është edukuar më të frymë, që unë jam edhe kritik në këtë drejtim, që nuk të me ditë shumë se si kanë jetu pare tonë, dhe si janë sot vazhdojnë që argashme. Kurse është tamam ka vlerat shumë më kulturore, sepse po nuk e ditën nga kanarë, nuk dima se ku shkoj. Me këtë lloj mjetësh kanë jetu pare tonë, edhe janë kështu ata vetit, vlerat më të mëdha që ka Malsori, në këtë kohë ka kultivuar. Po, ne kemi parë shumë kompani në Tiranë që kanë dalë së fundmi, konsiderohen risi këto kompani që grumbullojnë objektet e vjetra dhe kanë krijuar linjën e tyre në të gjithë Shqipërinë. Pra, unë nuk do të përmend tu, se duam të bëjmë publicitet ato, por kanë krijuar linjat e tyre me këto objekte të vjetra. Pra, bota e vlerëson këtë gjë. Po, si, e vlerëson. Për shembull, edhe këti Valentini, se kështu e quajnë tregtarin këtu, Valentini i ka dhënë 1000 euro njerëz dhe më nga diaspora që me ullon këtë materiale. Dhe që shohim në këtu, kjo ka shumë tjera që s'ka pas ku me ekspozu. Vërtet, e? Ka shumë ku me aty ka shumë materiale që s'ka ku me ekspozu. Si për mendimin tem, bashkia ose njësi administrative, ishtë dashtë me financu, me zjeti dhomë që të kenë mundësi me ekspozu të në këtë materiale që kanë vlerat mëdha trashëgimisë kulturore si Malësia ka pas prizë. Nëse mendoni se tashmë Valentini ka arritur të gjitha objektivet e tij, gaboheni. Edhe pse nuk patëm mundësinë të shihnim edhe arsenalin tjetër të objekteve, të cilat për arsye hapësire nuk janë ekspozuar, ai thotë se synon tashmë objektet e mëdha. Pse jo, edhe një parmend. Me sa duket ky pasion ka lëshuar rrënjë e ka për të vijuar edhe për shumë vite të tjera. Ti e kishe këtë dëshirë që ti kishe objektet. Valentini e shtoi dëshirën e bëri edhe më të madhe. Tashi Valentini kujt ka për t'ja lënë? Valentini punë sa punën do t'ja lënë djalit e trashëgimit vet. Prap. A dëgjojnë ta të rinj sot? Po marrava. Dëgjojnë, a? Po. Parë si edukojmë ne. Një për ty. Tashmë klientët e përditshëm këtu janë familiarizuar kaq shumë me ambientin sa përdorin edhe syrin estetik, kur një kornizë ka lëvizur pak nga vendi. Nga klientët vend ka herë dorën te kornizë, se këta janë gjëra farfori e bukur, muzeale, diçka e bukur. Edhe mendoj që njerëzit do t'i preferojnë me pa, jo me prek. Dikush i prek për jo për hobi, si thonë ata. Unë nepet se ajo shërbimi me drejtu i kornizë diçka sa thjesht. Nuk është punë me bash, punë që vetë. Ju të dashur teleshikues, teksa vlerësoni pasionin e Valentinit, mos u mjaftoni vetëm atë që pat nga ekrani një televizori. Provoni dhe vizitojeni nga afër këtë vend të magjishëm. Dhe jemi të sigurt se do t'ju mbetet gjatë në kujtesë e do të doni të vini sërish, do të gjeni një mikpritje të admirueshme.